denja me ofendime dhe konfortime fizike. Për të mësuar ndoshta edhe diçka më shumë mbi projekt ligjin për pagat e mësuesit, por pashtu edhe për të folur për situatën e orëve të mbrëmjes në Kuvend, unë kam të ftuar online deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Ina Zhupa. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve. Dhe çfarë ndodhi ditën e djeshme në seancë? Pse nga një tempull i demokracisë, Kuvendi ka përfunduar në arenën e përplasjeve dhe ofendimeve çdo të njëjte? Në fakt, Kuvendi i Shqipërisë është larguar shumë se qeni një vend që bën ligje për qytetarët, se qeni një vend i cili diskuton se si mund të përmirësoj jetën e qytetarëve dhe është kthyer në një mburoj politike për luftën që kanë shpallur ndaj drejtësisë, për të mbrojtur të korruptuarit e vet, dhe tashmë në këtë luftën për t'i marrë opozitës çdo hapësirë dhe për të fundosur parlamentarizmin, e cila reflektohet edhe në ndryshimet e njëanshme që duan t'i bëjnë përsëri rregullores Kuvendit, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese që thoshte pikërisht që është cënuar e drejta e shprehjes e deputetëve, sepse gjykata kushtetuese e rrëzoi rregulloren e vjetër pikërisht sepse u miratua brenda ditës dhe nuk la hapësirën që ne ta diskutonim, ne ta rinim të kuptoheshin ndryshimet edhe për qytetarët, por edhe për Më dëgjoni? Të dëgjoj dhe ndërkohë jemi duke parë edhe pamjet nga tensionet. Nëse mundesh të rregullosh edhe kamerën, ndërkohë që je duke folur, do ishte shumë mirë që të kemi edhe një pamje më të Po, mirë. sepse pati një telefonat ndaj nuk e kuptoja, po dëgjohesh Jo, apo jo. I kërkoj ndjes. Siç po thoja, ata të vazhdojnë në mënyrë urdhërone? Ule dhe pak telefonin. Deri. Përpjekjet e njëanshme vazhduan për të cënuar kohën e opozitës, për ta kthyer atë nga 10 minuta në 5 minuta, sepse nuk durojnë dot fjalën e opozitës atje, nuk durojnë dot qëndrimet pro qytetarit, qëndrimet pro kushtetutës dhe eskaluan më pas, dhe ju e patë se çfarë ndodhi, eskaluan në një sallë e cila nga diskutimi i një projekt ligji shumë të rëndësishëm, siç ishte projekt ligji për mësuesit, për arsimin para universitar, eskaluan në fyerje të rënda personale në cënim të dinjitetit njerëzor të një zonje. Dhe janë këta që flasin gjithë ditën, gëzuar 7 marsin, gëzuar 8 marsin, festa e grave, se gratë, se qeveria me më shumë gra, pra propagandë madhe për respektin e grave, ndërkohë vetë kryetari i grupit parlamentar vjen atje dhe përdor një gjuhë as pak jo parlamentare, po as pak të denjë e përkudo për në çdo mjedis për t'u drejtuar një zonje. Dhe ajo që ne kërkuam, që dhe ju e paraqisni tani që eskaloi edhe momentin aty, ne kërkuam që të përjashtohen nga seanca zoti Palla. Dhe nuk është hera e para se fundit që kryetari i Kuvendit në një moment për secilin nga deputetët kur kanë bërë minimumin e minimumit, pra kur s'kan bërë kaq shkelje të rënda sa zoti Balla, i ka thënë që je i përjashtuar nga seanca dhe janë shumë deputetë opozitar që janë përjashtuar në mes të seancës vetëm se kanë kërkuar fjalën. Kurse frika që ka në raport me kryetarin e grupit të socialist e bën të pamundur kryetarin e Kuvendit që të merrte një vendimarrje për ta përjashtuar nga seanca. Si një shenjë, ndoshta Komisioni i Etikës do të mlidhet edhe do kemi një vendim nga ne do të paraqesim sot një kërkesë për përjashtimin e zotit Balla dhe sigurisht që pritshmëritë nuk janë aq të larta, sepse keni parasysh që sekretariati i etikës përbëhet nga mazhoranca në shumicën e vet, drejtohet po nga mazhoranca, dhe nuk besoj se kanë ndërmend ta përjashtojnë ata kryetarin e grupit, maksimumi mund të tërheqin vrejtje, po këto janë të gjitha të pamjaftueshme për atë gjuhë dhe për atë shembull dhe për atë cënim të dinjitetit njerëzor që i bëri kolegës Albana Vokshi, një zonjë, mamaja e 2 vajzave, në sallën e parlamentit që s'po bënte asgjë përveç se po kërkonte shpjegime për projekt ligj.
Dhe përpara se të ndalemi tek arsimi, zonja Zhupa, a është ky kuvendi që pasqyron në nivelin e shoqërisë apo në kuvend po futen gjithnjë e më shumë njerëz me nivel të ulët që më pas kontrollohen edhe më lehtë? Shikon, në këto raste, dua të them fatkeqësisht, sepse unë jam pjesë e kuvendit, opozita është munduar që në kuvendin e Shqipërisë të bëj zgjedhjet sa më përfaqësuese të qytetarëve, njerëz që kanë lidhje edhe me zonat e tyre, kanë një background, një formim të mirë, edhe intelektual, janë njerëz politikanë në shumicën e grupit. Ndërsa po të shikosh mënyrën e përzgjedhjes dhe atë çka ka ofruar mazhoranca në kuvend, është ndonjëherë për të ardhur turp edhe për të ardhur keq që do duhesh të përballesh me atë lloj niveli. Megjithatë, unë mendoj që çdo forcë politike përfaqësohet në mënyrën se si është ajo e ndërtuar vetë. Dhe sot Partia Socialiste nuk ka më njerëz të cilët intelektualisht mund ta mbrojnë qëndrimet e Partisë Socialiste. Pra një parti që shndron, një parti që i merr votat me krimin, një parti që i merr votat me presionet, një parti që i merr votat sepse ja cakton listën, ju keni parë mesazhet, ja caktojnë listët kapo bandat edhe njerëzit e karteleve, mos prit nivelin intelektual të atij. Ti prit nivelin e përshtatshëm për shpërndarësit e drogës, për kartelet, për ata që do mbrojnë krimin, pra një nivel ushtari i cili mund të thotë çdo gjë, i cili mund të votojë çdo gjë dhe që nuk ka është i depersonalizuar dhe që nuk ka një mendim personal. Dhe ajo që vërtet reflektohet është, ju e dini veprën e Hannah Arendt, kur studionte krimet që bënin dhe gjyqin e famshëm të Nurembergut dhe tha e keqja banale. Pra njerëz të cilët përdoren nga pushteti për të bërë keq dhe në fund janë njerëz banal, të cilët as nuk e mendojnë se çfarë po bëjnë, edhe ky është koncept filozofik dhe nuk është fare fyrës, kështu që në këtë aspekt kjo ka ndodhur në parlamentin shqiptar. Nëse do bënit një krahasim duke ndjekur edhe zhvillimet e parlamentit të Kosovës mbrëm? Për nëse nuk mund të krahasoj, po them, nivelet, por sepse nuk dua... mënyrën se si funksionon, ndoshta. Pra, nuk u arrit kvorumi për zgjedhjen e presidentit, presidenti zgjohet në mëngjes dhe shpërndan parlamentit. Mund të ndodhë një gjë e tillë në kuvendin e Shqipërisë sot? Kurse si se ne nuk kemi një president, ne kemi një zgjatim prap të kryeministrit në presidencë dhe nuk mban ndonjëherë në një qëndrim në përputhje me kushtetutën apo në përputhje me atë që duhet të jetë sensi për bashkimin kombëtar, për konsensusin, për të mbledhur. Ne kemi një president që nuk të mbledh Këshillin e Sigurisë, ndërkohë që shqiptar ka në zona lufte, ndërkohë që Shqipëria vetë është pjesë e mbajtjes së mujahedinëve, të cilët është në një farë mënyrë opozita iraniane, pra në një situatë gati lufte dhe jo gati po lufte në vende të tjera, ti nuk të mbledh presidenti i Këshillit të Sigurisë. Pra ti ke një president që nuk bën asgjë pa i thënë kryeministri. Ke një president që i kalon dekretet e ministrave pa kaluar filtra dhe pa kërkuar informacion, sepse janë njerëz që nuk janë deputet. Në momentin që ti ke përcaktuar një ministër deputet, e ke shumë më të kollajshëm sepse i ka kaluar filtrat për të zgjedhur deputetin. Në momentin që do zgjedhësh dikë që nuk është deputet, kushtetuta ja detyron presidentit që të kalojë një proces filtrash. Dhe kur e bëri ky procesin, kur Edi Rama i shkoi një ditë para, një ditë mbrapa, jo, brenda njëjtës ditë e cakton dekretin. Pra nuk bën as proceset minimaliste të kontrollit asaj që po i jep përgjegjësi publike. Ju e mbani mend, ka bërë zoti Meta një proces kontrolli për Gen Cakën dhe nuk e dekretoi, sepse nuk kaloi këtë procesin e përmbushjes së interesit publik të norma.
Kurse këtu tani jemi të çojë Rama në mëngjes edhe e firmos ky pas dite. Kjo nuk është fare as presidenciale dhe as kombëtare, kështu që ka një diferencë shumë të madhe. Dua të ndalem tek diskutimi për arsimin, por edhe me miratimin tuaj pas hapësirës publicitare. Patjetër. Faleminderit. Mirë, shkojmë në pak publicitet. Mirë, pas hapësirës publicitare, dua të ndalem pikërisht tek diskutimi që duhet të kishte tërhequr vëmendje ditën e djeshme projekt ligji për trajtimin e barabartë të mësuesve, ka qenë fillimisht një propozim i opozitës, që në fakt opozita akuzon mazhorancën se e kopjoi dhe më pas e përgjysmoi. Me këtë ligj, zonja Zhupa, të miratuar dje, a u zgjidh problemi i pagave të mësuesve? Atëre për seri, problemi i pagave të mësuesve është krijuar nga kjo qeveri me një VKM në qershor të vitit 2024 që i hiqte 11.172 mësuesve në arsimin parauniversitar pagesën e kategorisë duke i quajtur ata si të pashkolluar një lloj me kolegët e tyre që janë shkolluar pas hyrjes së sistemit. Ndërkohë që deri në vitin 2024 paguheshin një lloj me pagën e kategorisë në mënyrë të barabartë. Dhe ishin betejë e Sindikatës Bashkuar të Arsimit Shqiptar bashkë me ne, e çuam deri në gjykatë kushtetuese, janë bërë protesta, janë bërë kërkesa në ministri, unë kam bërë seancë dëgjimore me Ogerta Manastirliu, që ishte ministre në atë kohë, dhe më justifikoi si një gjë normale se ta i barazuam në punë si civil publike. Pra ishte një vendimarrje e tyre për t'ja u hequr. Është puna e atij hajdutit që të vjedh një gjë dhe pastaj kur ta kthen gjysmë, thotë më falenderoj që ta ktheva gjysmë, edhe këtë bëri dhe mazhoranca. Un kam propozuar një projekt ligj në nëntor, 21 nëntor të vitit 2025, mbasi mbaroi dhe çështja në gjykatën kushtetuese. Dhe kur erdhi afati që projekt ligji im, që ne po e ngrinim në çdo konferencë kryetarësh, të diskutohej në komision, ata në shkurt, në 2 shkurt, e vis kushi solli të njëjtin projekt ligj me timin, e përgjysmoi, nga 11.172 përfitojnë vetëm 6.700, sepse e vendosi te ligji i arsimit parauniversitar dhe jo tek ligji i arsimit lart, ku e vendosja unë, dhe hoqi mësuesët që japin në çerdhe dhe në kopshte, dhe hoqi ata që janë me kontrata të pjesshme, hoqi ata që janë punësuar mbas 2017-s, pra hoqi disa kategori për të mos harxuar me demek lekët buxhetit, se buxheti për çfarë ka lekët? Për mësuesët edhe për qytetarët, nuk mund të ketë lekët vetëm për t'i vjedhur këta. Dhe e sollën dje në seancë. Sigurisht që nuk mund të lindë asnjë nga kolegët pa thënë, ashtu si unë vetë, që ky është projekt ligji i sjell nga zonja Zhupa, që ky është projekt ligji që është avokuar nga ne për arsye se ju ja u bët dëmin, dhe ju po të kishit vullnetin për ta bërë si bënit fare dëmin një herë, plus e kishit sjell para nesh. Dhe të paktën tani që e sillni, ne kishim paraqitur, unë kisha paraqitur 2 amendamente për të korrigjuar këtë pjesëshmërinë dhe për ta çuar numrin aty ku ishte që të përfitojnë gjithë, se prapë do të kemi një problem se ngelen rreth 5.000 njerëz, 5.000 mësues pa përfituar, dhe e shitën këtë si një sukses për të uruar mësuesve 7 marsin. Në fakt, mësuesët për 7 marsin do donin një ndryshim të plot ligjor, një ndryshim të plot që i barazonte, i ekuivalentonte diplomat e marra para Bolonjës, sepse s'kishin një faj ata, ai ishte sistemi para Bolonjës, me sistemin pas Bolonjës, që kenë mundësi të marrin trajtim të barabartë financiar, por edhe të kenë mundësi të marrin kualifikime të mëtejshme dhe avancim në karrierë. Sepse kjo që bëri Zoja Kushi e ndalon, pra nuk i jep mundësinë që të avancohet në karrierë, sepse barazohen thjesht në një bachelor. Dhe në sistemin e Bolonjës, bachelori është një moment i papërfunduar i studimeve universitare, dhe këta nuk mund të avancojnë dot, qoftë për të bërë drejtor, qoftë për të marrë elemente të tjera të kualifikimit të shkencor, dhe i detyrojnë mësuesët nga 50 vjeç, nga 52-54 vjeç që të vënë prapë në shkollë, që të marrin një master, që të mund të avancojnë dhe të marrin pagesa në shkolla, dhe ju keni parë se si mbushën shkollat me mësues të cilët në fakt kanë nga 20, nga 30 vite karrierë, po thjesht e kanë mbaruar para sistemit Bolonjës, këta e detyrojnë që të rikthehen në bankat e shkollës,
që është komplet absurde edhe nga pikpamja e dinjitetit, edhe nga pikpamja e profesionalizmit, edhe nga pikpamja e sigurisë juridike që duhet t'i japë shteti për atë që ka lëshuar vetë si diplomë dhe që ishte maksimumi i kohës. Ndryshon shteti, nuk do të thotë që pasojat duhet t'i vuajnë qytetarët kur ndryshon një sistem siç ishte futja e sistemit Bolonjës. Në këtë aspekt, dia ata e kaluan, sepse kaluan më një herë në votim, i rrëzuan amendamentet e mira, kaluan vetëm këtë ligjin gjysmar. Mua vjen keq që përsëri do të kemi 5.000 mësues që nuk do të përfitojnë, ashtu si do të kemi për të gjithë mësuesët, për gjithë kategorinë 11.000 mësues që nuk do të kenë mundësi avancimi në karrierë. E qartë. Pra janë rreth 6.000 ca që përfitojnë nga ky miratim ligji, ndërkohë që pjesa tjetër mbetet jashtë. Eksakt. Janë 6.700 që përfitojnë, rreth 5.000 të tjerë që nuk përfitojnë sepse nuk i kanë futur brenda kategorisë. Por dhe këta që përfitojnë vetëm nëse kanë kontratë plot, pra nëse s'kanë kontratë plot nuk e përfitojnë vetëm nëse janë punësuar para 2017 dhe në qoftë se ti për shembull të mbyllet klasa sepse bie numri i nxënësve, del nga sistemi dhe mbas 6 muajsh futesh prapë në sistem, ti prapë se përfiton, rikthehesh prapë me mangësi, se quhesh e punësuar 2026 dhe këta kanë vënë vetëm të punësuar para 2017-s. Ti prapë se përfiton kur transferohesh nga një ZAV në një ZAV tjetër se merr një datë të re punësimi, ti prapë nuk përfiton dot të drejtën e avancimit në karrierë, do duhet të futesh prapë në shkollë bësh master etj. Pra një ligj gjysmak vetëm e vetëm për të bërë që ja ne ju bëm diçka, fal presionit që i bënim ne dhe faktit që votuan kundër projektligjin tim dhe gjithë mësuesët ju kthyen për t'ju thënë që ç'është kjo që ju votoni kundër nesh dhe kishin presion dhe deputetët nga mësuesët nga sindikata në qytetet e tyre dhe bën këtë gjetje gjysmake siç i shkon një qeveri gjysmake. E qartë, unë nuk po të mbaj më shumë, e di që ke të tjera çështje, kështu që të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe